Kisha në fakt një ëndër. Drejtësia ishte ëndra ime për të studiuar. Nuk arrita të fitoj drejtësinë, studimet në drejtësi, por gjyshja ime që ka patur një rol shumë të rëndësishëm te unë dhe unë e përdor gjithmonë, kam tashmë transformuar dhe në një filozofi timen të jetës. Më thoshte gjithmonë që mos u hidhruar, mos u gëzo i gëzuar. Dhe sigurisht kisha aplikuar, shkencat e natyrës më kanë tërhequr gjithmonë. Dhe kimia ishte një tjetër pasion i fshehtë në aspektin që e shihja kimin si përbashkimin e dy elementëve, para të logjikës dhe e dyta të imagjinatës. Domethënë, dhe më pas arrita që edhe ta përkthej pak edhe si një lloj metafore për jetën, për atë që na ndodh, që sa i rëndësishëm është ekuilibri. Edhe kimia në fakt ka qenë, ose më saktë studimet në degën e kimisë më kanë dhënë shumë në raport me aftësitë analitike, racionale, por edhe për të kuptuar jo vetëm formula edhe ekuacione edhe variable, por më shumë për të kuptuar rëndësinë e ekuilibrit. Edhe një reakcion që të qëndrojë duhet vendosur në një ekuilibër. Është shumë e rëndësishme që të dish të vendosësh ato balancat e duhura. Uji për shembull, ne dimë që ka 2 atome hidrogjen, 1 oksigjen, H2O. Por në qoftë se ti shton 1 atom oksigjen, ai bëhet në peroksid hidrogjeni, pra nga një, po themi, ujë jetës, bëhet një substancë apo një lëndë e cila dekoloron, apo në qoftë se përdoret në një përqendrim caktuar apo me shumicë, krijon oksidim. Pra, në një lloj mënyre ka qenë një deg apo një përgatitje për një profesion të nesërme. Nuk e kisha menduar që nuk do të punoja në këtë fushë, sepse kimin fillova të pasionohesha dhe mendoja gjithmonë që ta shihja veten në një laborator shkencor, duke punuar për cilësinë e ajrit, për mjedisin, duke punuar për pse jo për substancat ndryshme, pse jo për parfume, apo edhe për barna, pse jo. Pra e shikoja veten në një laborator të madh. Edhe gjithmonë më ka intriguar, edhe më ka pëlqyer të punoj në laborator, atë kimia shumë e bukur, të rëmbejnë ato ngjyrat e reagentëve që ti shikon aty, edhe është si magji. Pra ka të bëjë shumë me mënyrën se si ti e shikon, pra edhe atë që ti studion, edhe është një kombinim i bukur i magjisë edhe i logjikës. Mirë po, ç'a ndodhi?